Mbi 1 ton lëndë narkotike të llojit Cannabis sativa u sekuestrua nga policia e Vlorës, si dhe i përfundua në pranga 2 poseduesit e saj. Në kuadër të operacionit të koduar Start 2, policia sekuestroi në total 1 ton e 200 kg drog, si dhe u arrestua në flagrancë Erion Nanaj, 25 vjeç, dhe Enjo Limushaj, 23 vjeç, të dy banues të Vlorë, tërsa u shpall në kërkim një person i tretë. Droga u ka pëmbrëm në aksin rrugor Peshkëpi Drashovic në rrethin e Vlorës. Është bërë mundur sekuestrimi një sasi prej 1 ton e 200 kg lëndë narkotike marijuanë, si dhe janë arrestuar në flagrancë 3 shtetës. 2 shtetës, e konkretisht shtetësit Erion Nanaj, vjeç 25, Enjo Limushaj, banues në Vlorë, si dhe është shpallur në kërkim një person i tretë. Në aksin rrugor Peshkëpi Drashovic në rrethin e Vlorës, efektivat e drejtorisë policisë Qaku Vlorë, të mbështetur nga forca speciale FNSH Fier, kanë bërë të mundur kapjen e automjetit të furgon Mercedes, brenda të cilit ndodhej sasia prej 1 ton e 200 kg Cannabis sativa, në drejtim të cilit ishin shtetet e mërsipër. Dyshohet se lënda narkotike do trafikohet drejt Italisë. Po ashtu, policia e Vlorës ka ndaluar edhe 12 shtetas pakistaneze e 2 afgan, të cilët kishin hyrë ilegalisht në Shqipëri. Në afërsi të fshatit Dërmi është ushtruar kontroll në automjetin Ford Transit me targa AA081T, brenda të cilit ndodheshin 14 persona të huaj. Me njëherë u bë shoqërimi këtyre shtetëve dhe i personit pronarit të mjetit, i cili ishte shtetësi Arben Haxhi, vjeç 50, banues në Vlorë. Ka rezultuar se 12 prej tyre ishin pakistanezë dhe 2 afgan, dhe kishin hyrë në mënyrë ilegale nëpërmjet kufirit të gjelbërt me Greqinë. Policia vijon hetimet për persona të tjerë të implikuar në këtë rrjet e trafikimit të lëndëve narkotike dhe trafikimit të personave.